mendoj nuk ka praktik në Maqedoni, pra të dash me kandidatu dhe dikun të bashkëpunojsh me BDI-n, dikun të bashkëpunojsh me Vlenin, dikun me VMRO-n, dikun me LSDM-n, ndoshta edhe me Levicën. Kjo është më qesharake, jo serioze, dhe mendoj se këtu duhet më të fletë antarësia e Aleancës për shqiptarët. Krerët e koalicionit Vlen mbajtën mbledhjen e jashtëzakonshme pas ditën e së mërkurës. Ata nuk i ftuan kreun e ASH-s Taravarin, ndërsa përfaqësuesi vetëvendosjes Bekim Çoku mungoi, siç tha ai vetë për shkaqe shëndetësore. Kryetari i LD-s Izet Mexhiti, kreu i BES-s Bilal Kasami dhe kreu i Alternativës Xheria Ibrahimi vendosën të garojnë me lista të përbashkëta si një subjekt i vetëm politik në zgjedhjet lokale të vjeshtës. Për Taravarin thanë se u vetë përjashtua. Nuk ka asnjë koalicion në këto 30 vite që ka dalë me lista të ndara gjatë zgjedhjeve lokale ose zgjedhje tjera, sepse ajo përveç, domethënë, që e dobëson dhe koalicionin Vlen, përveç që si fut përçarje në koalicionin Vlen, në të njëjtën kohë nënkupton edhe defaktorizim të votës shqiptare, përçarje të votës shqiptare, që në vend se të jetë në 2 tabore, ai fut edhe taborin e tretë, që domethënë të ketë pasoja në komuna të ndryshme. Pyetur nga gazetarët se a do të kushtëzoj Mickovskin për qëndrimin e ASH-s së Taravarit në partneritetin qeverisës, Mexhiti nuk dha një përgjigje konkrete, duke shtuar se do të diskutohet në vijim. Ndërkaq mbrëm Taravari pas mbajtjes së kuvendit qendror të ASH-s tha: "Shihni, aty vendos kryeministri. Që besoj se ai që e formon qeverinë është kryeministri. Në qoftë se vendos, s'kemi asnjë problemi, po në parim me kryeministrin tash kemi raportet shkëlqyeshme. Me planirane бидејќи во владата има повеќе партии, една од нив е и Алијанса за албанците, така да не гледам дека ова е причина за излегување од владата." Taravari më nuk di se çfarë flet, duke ndryshuar qëndrime çdo herë, tha Mexhiti, duke u bërë thirrje antarëve të ASH-s dhe funksionarëve të këtij fraksioni që të distancohen nga qëndrimi i Taravarit dhe mos të bën gomë rezerve BDI-s.